Hapet për herë të parë në Shqipëri, panajiri kombëtar I shkrimtarëve të rinj shqiptar. Panajiri I parë shqiptar të rinj flas, panajiri I parë kombëtar, të cilën ne synojmë ta bëjmë 2 herë në vit dhe të përhapet jo vetëm në Shqipëri, por kudo në përballë. Është një panajir që konsiston në mbledhjen e shkrimtarëve të rinj, të promovojnë veprat e tyre, sidomos në Shqipëri që kultura e librit është zhvennitur me kalimin e viteve dhe nuk kemi patur themi një mbledhje të kësaj natyre ku të gjithë ballafaqohen me njëri tjetrin, shkrimtari ballafaqohet me lexuesin. Prandaj ne organizuam panajirin, mblodhëm shkrimtarë të rinj, kemi edhe një grup vullnetarë të cilët po na ndihmojnë me aktivitetin dhe shumë shpejt do të fillojmë me promovimin të çdo shkrimtari, ku secili prej tyre ka thirrur familjarët e tij, miqtë e tij dhe ne kemi bërë një punë që të kemi një audiencë të caktuar të cilët do të lexojnë, do të kemë pyetje përgjigje me shkrimtarin, do të analizojnë librat dhe pse jo do t'i blejnë këto libra. Organizatorja e këtij panajiri, Flogerta Krypi, thekson se në panajirin e shkrimtarëve të rinj shqiptar, lexuesi do të mund të gjejë një frymë të re shkrimi, mënyrë të re të perceptimit të librit, si dhe një tjetër mënyrë të re të kultivimit të kulturës së librit. Ndërsa për shkrimtarët të rinj, panajiri I shkrimtarëve të rinj shqiptar është një formë e mirë promovimi. Në fillim e kisha me dyshim sepse mendoja që normalisht një shkrimtar ose njëri aspirant që shkruan duhet të bëj vetëm detyrën e tij të shkruajë edhe të përqendrohet ke sfera e shkruajturit. Po në fundit rezultati është gjithmonë që duhet të përballemi me publikun dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë, një mënyrë po themi e re alternative për të qenë prezent me njerëzit, me publikun, për të paraqitur në fundit atë punën tënde përballë lexuesit. Përshëndetje, unë paraqitem me librin E humbur në rrugisat e jetës. Është një libër filozofik, një prozë filozofike, e cila flet për njerëzit e cilët humbasin vetë në veten e tyre, sepse sot është shumë e vështirë ta gjesh vetveten, një herë në një vend ku lufta për ekzistencë është shumë e madhe. Panajiri mbahet në ambientet e qendrës rinore të Tiranës në datat 20 dhe 21 prill. Sprinkle gold that we just unfolded. Love your heart, love your heart. Falenderoj gazetaren Drelona Nokshqiqi që ishte dje në panajirin kombëtar të shkrimtarëve të rinj që po mbahet pra në kryeqytet në qendrën kombëtare të rinisë. Për herë